Partia e Sali Berishës nuk është thjesht një parti e mundur, ajo është e dërmuar, përveç se ka dalë shkatëruar nga pikpamja elektorale. Ajo i ka dhënë kundërshtarëve të saj mundësinë të arrijnë një shumicë të cilësuar në Kuvendin e Shqipërisë, drejt 84 mandateve, duke i bërë PD të parëndësishëm në çdo proces që kërkon konsensus politik, përfshirë ndryshimet e ligjeve të cilësuara apo të kodit zgjedhor. Në debatin e dërmimit të kësaj partie, është e kot të merresh me njerëz që përpiqen të shpikin arsye për te berishizmit. Ata ose duan trajtuar si budallënj, me të cilët nuk ja vlen të bisedosh, ose si njerëz të ligj që urrejnë në thelb Partinë Demokratike dhe i ka mbetur halli vetëm si të mbajnë këmbën në kufomën e Sali Berishës. Ish Partinë Demokratike e mundi berishizmi dhe nuk e mundi më 11 maj 2025. Ajo pësoi goditjen finale nga vetë rikthimi i Berishës në PD më 19 maj 2021, ditën kur nisi sulmi i tij mbi partinë që e kishte drejtuar dikur pas shpalljes non grata nga SBA. Ajo që nisi si luftë për demokraci të brendshme, përfundoi si uzurpim personal, duke e kthyer PD në një armë kundër vetë perëndimit që dikur e mbështeste. Ripushtimi i PD nga berishizmi ndodhi si një hordhi otomane që përdori antarësinë si ushtri personale për të mbrojtur sultanin nga drejtësia ndërkombëtare. Ky ripushtim riktheu në PD të gjitha plagët e vjetra, të marra nga themelimi dhe të thelluara gjatë sundimit 35 vjeçar të Sali Berishës. Të gjitha simptomat e degradimit u shfaqen më qartë se kurrë në këtë fushat. Shfaqja e parë e dhimbshme ishte përdorimi i të gjithë strukturës së opozitës për të larë mëkatet e Berishës. $6 milion të deklaruara publikisht dhe disa herë më shumë të padeklaruara janë paguar në mënyrë jo transparente për të amnistuar moralisht Berishën nga historia e tij anti-amerikane. Përmes teorive konspirative dhe fushatave të turpshme, u tentua të bindet opinioni se SBA mund të blihej. Vendi simboli demokracisë botërore u paraqit si një sistem ku mund të lahen mëkatet përmes lobimeve të paguara nga para të pista, pikërisht për atë korrupsion që ishte arsyeja e sanksionit. Pasuan manovrat qesharake për të bindur shqiptarët se non grata ishte hequr, se Berisha mund të udhëtonte në SBA e mëtej, iluzionet të udhëhequra nga një strateg amerikan që me sa duket nuk kuptoi ku kishte ardhur. Ky diskurs e kthente Sali Berishën në një figurë qesharake dhe të vetë kompromentuar. Tani jam gati t'ja paguaj unë biletën për në SBA kur të doj, por realiteti është që ai nuk ka vizë, as ai as gruaja, as vajza, as djali. E gjithë kjo paraqiti partinë e tij si një turm ignorante që rendet pas hallit të një plaku të ligë, i cili mendonte se çdo mëkat lahet me para. Efekti më i frikshëm që u kujtoi shqiptarëve kush është partia e Berishës ishte dhuna si identitet politik. Kudo ku ata shfaqën dhunë patën përmbysje nga bastionet e tyre. Në Dibër, për shkak të akteve të dhunës të Xhelal Mziut, ku ai goditi fizikisht kundërshtarët dhe mbajti rrugët peng, PS përmbysi rezultatin. Nga qark fituesi PD u kthye në qark fituesi PS. Në Lezhë, PD humbi një bastion për shkak të sjelljeve agresive të Gjinxhonit, që priste rast të rrihej me qytetarët dhe përfundoi në nënhetim. Nga 4-3 për PD-n, me tendencë normale 5-2, u kthye në 4-3 për PS-n. Në Devoll, bastion tradicional i PD, rezultati u përmbys për shkak të deputetit që sulmoi shofer kamionësh dhe u soll si gangster. Në Elbasan, ku PS merrte 8 mandate, një drejtues i PD deklaroi se do hante të gjallë socialistët dhe PS përfundoi me 10 mandate. Në Vorë, sjellja e Flamur Nokës, që tërhoqi zvarr komisioner në mëngjesin e votimit, shkatërroi në mënyrë spektakolare gjithë imazhin e PD-s në opinionin publik, duke bërë dëm dhe përtej Vorës. PD u shfaq sërish si një parti e pakdhendur, arrogante, dhunuese, një etiketë që ajo përpiqej ta linte pas, por që vetë Berisha vendosi ta shpalos në të gjithë thellësinë e saj. Së fundmi, berishizmi e mbyti PD-n përfundimisht, kur e ripushtoi në emër të demokracisë së brendshme dhe lufta ndaj Lulizim Bashës. Primarët u kthyen në një fars. Ata që garuan me besim u flakën nga listat e sigurta dhe u shtyn në zona ku ata nuk kalonin dot pragun. Lista përfundimtare e kandidatëve doli nga zyra e djalit të Sali Berishës, ku ose paguaje ose bëheshe ushtar. Në fund, Berisha vjen si humbësi më i madh në historinë e PD-s dhe deklaron se nuk do të largohet përveç kur ta marrë Zoti. Ripushtimi 4 vjeçar nga berishizmi është cikli fatal i vdekjes klinike të Partisë Demokratike. Mos fyeni inteligjencën e shqiptarëve duke shpikur arsye të tjera për këtë fund. Ish PD u mbyt nga instinktet incestuale të Sali Berishës, një njeri që më mirë pranon të përdhunoj vetë PD-n se sa ta shohë të jetoj pa të. Mos fyeni demokratët duke i quajtur fajtor për humbjen. Kundër PD-s kanë votuar vetë demokratët. Socialistët kanë marrë po ato vota që kishin. Revolta e demokratëve ndaj Sali Berishës është ajo që e ka dërmuar. Mos i quajnë ignorant. Ignorant janë ata që shndërruan PD-n në një karikaturë politike të pakorrigjueshme. Demokratët e lirë po provojnë tani frytet e betejës së tyre. Shikoni kush ka dalë më i votuar në PD për të kuptuar këtë duan demokratët dhe këtë do berishizmi për ushtar. Demokratët që identifikojnë veten me berishizëm janë duke qarë mbi kufomën politike të Sali Berishës dhe bashkë me të mbi varrin e një partie që mund të kishte qenë një shpresë.